Nga 1 janari 2026, qytetarët shqiptar do të kenë mundësinë të rivlerësojnë pasuritë e tyre me normë tatimore 5%, me qëllim për të afruar vlerat kadastrale me realitetin e tregut. Por sipas një studimi të bërë nga Altax, kjo iniciativë ka përfitime, por edhe kosto për kategori të veçanta. Kështu studimi thekson se kjo mundësi nuk është një trajtshme për të gjithë. Për një pjesë qytetarësh ajo është një instrument për të shliruar likuiditetin dhe për të fituar qasje në kredi. Për shumë të tjerë, sidomos për pronarët me të ardhura të ulta, rivlerësimi mund të përbëjë një shpenzim që i vendos ata përballë rreziqeve afatgjata. Në praktik, modeli i propozuar është ai i taksës mbi fitimin e taksuar nga rivlerësimi në 5%, por ky 5% aplikohet vetëm mbi diferencën mes vlerës së regjistruar dhe asaj të re të tregut dhe jo mbi vlerën totale. Kjo logjikë është pozitive sepse shmang taksimin e plotë të pronës. Megjithatë, qytetari nuk paguan vetëm këtë tatim. Procesi shoqërohet nga shpenzime shtesë si vlerësim profesional, shpenzime kadastrale, shërbime notariale dhe shënime administrative, që së bashku rrisin konsiderueshëm kostot fillestare. Por kush duhet ta bëjë rivlerësimin? Sipas Altax, nëse pronari një pasuri të paluajtshme planifikon të shes brenda një periudhe 3 vjeçare, të marrë kredi duke përdorur pronën si kolateral, ose të formalizojë vlerën për arsye investimesh, rivlerësimi mund të jetë një zgjedhje e arsyeshme pavarësisht kostove fillestare. Por nëse pronari nuk ka plane të tilla, ka të ardhurat të ulta, përballet me rrezikun që bashkë me rivlerësimin të paguajë dhe rritjen e taksës vendore, bazuar në vlerën e regjistruar, në këtë rast rekomandimi është të mos kryej rivlerësimin për momentin. Studimi nënvizon se një element kyç i pasigurisë është fakti që kjo masë është e përkohshme. Nëse pas 2027-s norma kthehet në 15% dhe nëse nuk ka mekanizëm mbrojtje për ata që kanë bërë rivlerësim më parë, atëherë rreziku i kostove shtesë mbi pronarin që ka bërë rivlerësimin është i lartë. Pra, për të marrë një shembull, nëse një qytetar rivlerëson pronën me 5% dhe regjistron një vlerë më të lartë, por pas 2027-s, qeveria rrit sërish çmimet e referencës, qytetari do të paguajë 15% mbi diferencën nga vlera e rivlerësuar tek ajo e shitur. Ky skenar do ta bënte të pamendueshëm avantazhin e menjëhershëm 5% për ata të cilët nuk marrin përfitime dhe përdorimit të vlerës së re, si kredi apo shitje të planifikuara. Për këtë arsye rekomandohet që të përfshihet jo vetëm